Po e mendoja në fakt Amir derisa ti më ftove dhe po lexoja për rastin pak dhe mendoj që është një arsye shumë e logjikshme kjo që do të them unë. Djemt nuk mësohen ta ruajnë organin e tyre gjinital njësoj si mësohen vajzat ta ruajnë. Në çfarë kuptimi e them? E them në kuptimin e asaj që ti si vajzë rritesh me idenë dhe me konceptin që ti ke një diçka aq me vlerë sa që duhet ta ruash. Dhe ne mësohemi për këtë për arsye të gabuara. Përse? Për të qenë e virgjër për një burr. Kjo është arsyeja se pse na mësojnë kaq mirë ta ruajmë organin ton gjinital. E njëjta nuk ndodh me djemt. Do me thënë, ata nuk e kanë këtë idenë e ruajtjes dhe ta mbajnë në pantallona, siç e themi ne ndryshe, po ndihen të lirë ta përdorin kur do që e shohin të nevojshme. Dhe është krijuar një koncept sikur djemt dhe burrat janë ca qenie të pakontrollueshme që nuk mund ta kontrollojnë veten, sepse kjo është arsyetimi që zakonisht na vjen nga njerëzit kur ndodhin raste të këtilla. Thjesht duhet të ndryshojmë mënyrën e rritjes dhe edukimit në mënyrë të barabartë, ashtu si mësohen vajzat, sepse janë pro mësimit, që të kujdesesh për veten dhe ta pranosh si fëmijë që nuk është në rregull dikush të prek, nuk është në rregull dikush të abuzojë me ty, por për arsyet e duhura, thjesht sepse është trupi jot, është e drejta jote mbi trupin tënd, jo për arsye të cilat ne zakonisht i mësojmë vajzat të kenë kujdes. Dhe e njëjta patjetër që duhet të praktikohet edhe te djemt në mënyrë që ti mësojmë të mbajmë përgjegjësi për veprimet e tyre të cilat kanë pasoja të jashtëzakonshme në publik, jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Dhuna është gjithmonë më shumë në rritje, dhunimet, sidomos në Kosovë, po i ndigjojmë kohë mbas kohe, dhe të mos flasim Pse mendon ti që janë në rritje? Pse është mendimi jot, domethënë, cila është arsyeja kryesore që janë në rritje, sidomos në Kosovë, po flasim për këtu? Po, unë mendoj në rritjen nëse e themi ndoshta sepse më tepër kemi qasje në këto në informacion, na mbrin informacioni që ka pasur dhunime të tilla. Unë mendoj që ndoshta edhe më keq ka qenë situata më herët. Thjesht aksesi i limituar në media na ka bërë që të mos mbri informacioni deri te ne, ndërkohë që sot mbrim. E dyta, se pse mendoj që sot na mbrin informacioni është sepse kemi prindër shumë më të vetëdijshëm, në kuptimin që fëmia në një pikë të caktuar komunikon me këta prindër dhe ju tregon se çfarë ka ndodhur dhe të njëjtët janë të gatshëm të raportojnë për rastin. Kjo mendoj që është arsyeja se pse mbrin informacioni më tepër te ne dhe pse ne po kuptojmë në fakt se çfarë po ndodh në shoqërinë tonë.